Përshëndetje, ja ku takohemi përsëri me një video tjetër. Sot do kalojmë ditën për shopping. Si ditë pushimi që e kisha sot, vendosa të dal të blej disa gjëra, kështu që do i shikojmë bashkë çfarë do blej. Unë me blerjen time, shumë e lumtur duket, pastaj shkuam për të pirë diçka, përfunduam me ëmbëlsira. Këtu kishte shumë lloj ëmbëlsirash, ne zgjodhëm këto treja. Dhe kaq përfundoi, pastaj u kthem në shtëpi, sigurisht me muzikë, por YouTube-i nuk e len muzikën. Çfarë kam bler, do bëjmë një unboxing. Blerja e parë ishte te Primor, ndodhet një dyqan që ndodhet në Walter Park, Bolzano. Do ju tregoj çfarë kam bler. Kam bler këto parfumin. Kemi bler këto parfumin Jimmy Choo. Aroma më pëlqeti shumë. Ta hapim bashkë. Kjo ishte në ofertë, nga 140 euro, 69. Ja, dhe parfumi. Që arome kam. Merjer, nuk mundesh. Bleva dhe këto dy vaj trupi, janë të dyja. Ka një aromë fantastike. Kjo është me kokos. Vaj kokosi. Këto të dyja kanë kushtuar 1,99 €, edhe nga që ishin lirë mora 2 €. Për mua është hera parë që e marr këtë, nuk e di si mund të jetë në lëkurë, ama më pëlqeti tekstura. Çmimi ishte 7,99 €, gati 8 €. Nuk e di si mund të jetë, do e provoj. Kam bler edhe një laps buzësh. Në fakt nuk kisha një laps të tillë, kështu që do e provoj si mund të jetë. Edhe pas kam bler edhe këtë për buzë. Të gjitha këto kanë kushtuar 80,30 cent. Pastaj kam bler edhe diçka tjetër. Në fakt, nuk shkova për diçka tjetër, por vaj që kërkosha për flok, nuk ishte, kështu që mora ca gjëra tjera. Dhe te Calliope bleva këtë palto. Pastaj do bëj një foto që ta shikoni më bukur. Është shumë e mirë. Kjo ishte në ofertë. Nga 8 vjet. 39,99. Gati 40 euro. Edhe kështu përfundoi shopping. Ja pra dhe palto si duket veshur. Ka xhepa. Është oversize, materiali më pëlqeti shumë. Për 40 euro ja vlete. Ja pra të dashur miq, këto ishin blerjet e mia për sot. Do shihemi në videot e tjera. Ju falenderoj shumë për shikimet që më keni dhënë. Ju lutem, nëse keni dëshirë, më bëni like dhe subscribe në YouTube. Bye, shihemi në videot e tjera.